O ti i dham pas alkoholit, mos i hum shpresat. Sheikh Muhammed El Ghazali, Allahu e mëshiroft, thot: I thash njërit të dhanë pas alkoholit, a nuk i pendohesh Allahut? Më shikoi i mërzitur, syt i mbushën me lot dhe më tha: Lute Allahun për mua. E meditova gjendjen e këtij njeriu dhe zemra mu zbut. Të qarit e tij e jep një sinjal se është i vetëdijshëm për gjinahet që ja ka bërë Allahut dhe është i mërzitur sepse ai Allahun e kundërshton dhe ka dëshirë të përmisoj veten. Ai është besimtar me bindje, mirë po i sprovuar. Ai kërkon shërim dhe kërkon nga unë t'i ndihmoj. Në vetë thash, gjendja ime mund të jetë e njëjtë sikurse e tij, madje edhe më e rëndë. E vërtet është se unë nuk kam shijuar alkohol asnjëherë. Rreth ku jetoja nuk e përdornin. Mirë po, unë ndoshta e kam shijuar të dehurit e shkujdesjes, pra të gafletit, e cila më bëri të largohem tepër nga Zoti im dhe t'i harroj të drejtat e krijuesit tim. Ai qan për mangësitë e veta, kurse unë edhe ata që janë si unë nuk qajnë për mangësitë tona dhe ka mundësi që vetja të na mashtrojë. U drejtova ka ai i cili kërkoi nga unë të lutem për të lërë alkoholin dhe i thash: Eja se bashku të lutemi për ne. O Zoti in, ne e kemi futur veten në gjinah. Prandaj, nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, ne vërtet që do të jemi nga të humburit. El Araf